Ka ardhur koha që të nisim promovimet, se këtu 2 javët e fundit kemi më aktive se çdo herë tjetër, sepse këngëtarët normalisht në zonën e Verës janë 2 fish më aktiv. Po ashtu, edhe mysafirja jonë në këto momente ka ardhur për të promovuar ekskluzivisht në emisionin ton klipin e saj më të ri. Po flasim për Enca Haxhiu, që vjen nga Shqipëria. Labi, mirë se erdhe fillimisht. Mirë se gjeta. Më herët të pyeti a ke votu? Jo, nuk kam votuar sepse ende nuk e kam të drejtën e votës, pasi jam ende 17 vjeç, por vitin tjetër sigurisht. Okej, për ndryshe, është hera e parë që jenë televizionin 21 në intervistë. Është hera e parë në 21. Edhe më bët shumë qefi që jam këtu me Sjur sot për të promovuar ekskluzivisht dhe për të paraqitur për herë të parë klipin tim të ri. Okej, para se të shpalosim detajet e klipit, të flasim për këtë projekt, dëshiroja shumë që t'i japim shikuesve pak informacione mbi Encën, mbi vendindjen e saj, antarët e familjes, mandej shkollat, krejt këto. Sigurisht. Enca është 17 vjeç, ka filluar të këndojë shumë e vogël, pavarësisht se si këngëtare në tregu muzikor u lançua vetëm vitin e kaluar, pas shumë pjesëmarrjesh në talent show. Ky që do të prezantoj sot do të jetë klipi im i tretë, edhe kënga e 8 e publikuar. Unë sapo kam mbaruar shkollën e mesme, pra ishte një periudhë shumë e ngarkuar për mua, duke qenë se ishte edhe përkondër shkolla e mesme, matura me promovimin e klipeve dhe shumë punë tjera. Megjithatë jam e gëzuar që më në fund do të kurorzohen këto punë që jam bërë gjatë gjithë kësaj kohe. Okej, ku jeton? Në Tiranë? Në Tiranë, po. Ke vëllezër, motra? Kam një motër të vogël, e cila është 13 vjeç edhe me siguri është duke më ndjekur tani dhe përshëndes shumë. Nga ka trashëgu zërin Enca? Ke dikon familje që mirret me muzikë? Në familje, në rrethin e ngushtë familjar nuk kam dikë që merret me muzikë, kam në rreth më të gjerë familjar, megjithatë në familjen time gjithmonë historikisht kanë qenë art-dashës dhe muzikë-dashës. Okej, me atë sa pata mundësi pak minuta më parë, është shoqëruar prej nënës, më duket. Mami më shoqëron shumicën e kohës. Okej, ka ndonjë... Jem akoma 17 vjeç. Nuk është shumë e vështirë për të kuptuar se edhe po shënon në bluzën tënde. Sigurisht. Okej, tregom të flasim, nuk është ky klipi i parë, faktikisht është klipi i tretë edhe kënga e disat, ashtu siç më tha edhe pak më herët. Flasim për këngën e parë të realizuar profesionalisht, emocionet e para, paraqitja e parë. Në fakt është një fakt interesant sepse kënga e parë është lançuar si dje para një viti. Domethënë ka përkuar me lançimin e këngës tretë, me një vit diferencë. Kënga e parë është The Best Of, klipi i saj është realizuar këtu në Kosovë madje. Ishte një këngë shumë e dashur për mua, zhanrit R&B, muzika tekstit realizuara nga Big Basta, gjithmonë ishte tamam një ëndër për mua të filloja të realizoja këngë të mia, sepse shpesh paraqitesha me cover ose në për talent show me këngë të tjera. Dhe ishte një emocion shumë i madh. Publikimi i saj dhe pritja e reagimeve nga njerëzit. Më trego për bashkëpunëtorët e këngës parë, muzika, teksti? Muzika, teksti janë të realizuar nga Big Basta, këngës parë, The Best Of. Ishte një këngë ritmike, fliste për dashurinë, për muzikën, për skenën, ashtu siç duhet ta nisja fushën time. Okej, ka menduar nga Enca ta shkruaj një tekst këngës vet? Ka menduar dhe ka shkruar, po ende nuk e kam publikuar në këngët e mia. Okej. Ka të bëj ajo me jetën e Encës apo në përgjithësi? Jo, mu mendoj që teksti duhet jetë teksti nga një tekst shkrues në shumicën e rasteve që transmetoj emocionin ashtu siç duhet tek publiku, duhet jetë i ndjer, pra i përjetuar, kështu që tekstet që kanë shkruar deri tani dhe ende si kanë publikuar, se duhet sigurohen që janë shumë të mira, janë sigurisht eksperjenca personale apo ndjesi. Para se që të fillosh të mirësh me muzikën, me siguri ke dëgjuar edhe ke parë emra shumë të njohur, qoftë vendor, po edhe ndërkombëtar, apo jo, se po e tund këngë. Gjithmonë, që e vogël kam dëgjuar pafundësisht shumë muzikë, nuk më zinte gjumi pa dëgjuar muzikë, nuk zgjohesha, nuk qesha nga krevati pa dëgjuar muzikë, edhe në kopës më çonin me një kasetafon të vogël që kisha kufje. Kam qenë gjithmonë shumë e lidhur me muzikën dhe kam dëgjuar jo vetëm krijimet vendase apo ato që vinin më herët në veshin tonë, por gjithmonë përpiqesha të dëgjoj edhe nga muzikë nga kultura të tjera apo nga shtete të tjera. Dhe kjo ka qenë shumë e rëndësishme në formimin tim të deri më tanishëm. Kë e favorizon më shumë ti nga këngëtarët tanë vendor?
Nga këngëtarët tanë vendor kam shumë. Do të thënë që nga këngëtarët që kanë transmetuar më shumë vlera muzikore gjatë gjithë viteve, se nga këngëtarët modern. Kështu që kam hallë se nëse do filloj të përmend, harroj të përmend dikë tjetër. Okej, po për shembull, nga stili i cilës këngëtarët pëlqen më shumë ti? Nga këngëtarët modern shqiptare. Po. Po më pëlqen Dafina Zeqiri, Tuna. Okej, po ata ndërkombëtar? Edhe ndërkombëtar kam pafund, por nëse përmend jam e sigurt që mbase nuk do ngilet shefi se mbase nuk e shohin sonte, mund ta shohin transmetim, por nga këngëtarët internacional kam sërish shumë preferenca, grupe të gjitha zhanreve, por që dikë që ta vlerësoja ose do ta cilësoja, ta mënjanoja nga tjerët si idhull, jo vetëm për muzikën, vlerat, po edhe për frymëzimin që më jep nëpërmjet jetës së saj personale, do ishte Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga nuk besoj që po na shën këto momente, po do ta shoh reprizën, besoj. Okej, është e shkolluar, do të vazhdosh shkollimin për muzikën, diçka ke kryer ndonjë? Po, paralelisht me shkollën e përgjithshme, sepse studimet në shkollën shtetërore kam ndjekur të përgjithshme, kam ndjekur për shumë vite me radhë, edhe shkollën e muzikës për kanto dhe piano, në mënyrë private, pra duke qenë se doja kaq shumë këtë fushë dhe normalisht unë mendoj që shumë i vlefshëm shkollimi për një këngëtar apo një muzikant apo një artist, pavarësisht talentit, kam bërë një sakrificë për t'i mbajtur të dyja, le të themi. Dhe për shkollën e lartë do të jetë e njëjta gjë. Shkolla e lartë ta vazhdoj për diçka që do të ndihmojnë me muzikën dhe paralelisht studimet e kantos. Okej. Tregom pak për shoqërinë e Encës, atë në Shqipëri dhe në Kosovë. Duket se ke edhe në Kosovë për të shoqëri. Shoqëria ime në Shqipëri është shumë e gjerë, megjithatë për shkak të kohës limituar që kam, njerëzit që frekuentoj më shpesh janë një grup shumë i vogël miq, të cilët i përshëndes me qëra fjale. Jam shumë tip i shoqërueshëm, fakti dhe më pëlqen të kem sa më shumë persona pozitiv për të më rrethuar. Edhe në Kosovë kam shumë miq, madje disa prej tyre do të takoj këto 2 ditë që do të jem këtu për promovimin e klipit. Gjithmonë ardha këtu është një eksperiencë shumë e veçantë, ka lidhje shumë të bukura vërtet, sepse përveç se merrem me anën e muzikës, më shumë ti takoj edhe miqtë e mi këtu edhe ja kaloj vërtet shumë bukur. Okej. Për të lënë këto planet të ardhmes në minutat vazhdim t'i flasim, dëshiroj tash ndalemi tek projekti që ta prezantojmë tani. Kush është përgatitur për tekstin, muzikën, mandej xhirimi i klipit? Atëherë, si projekt kjo është realizuar, muzika është realizuar këtu në Kosovë nga 2 producentë shumë të suksesshëm të momentit, Zap and Chris, dhe teksti nga Soul Kid. Klipi është realizuar nga Max Production në Shqipëri. Ka qenë një projekt që ka zgjatur shumë. Është projekti për cilin kam punuar më shumë edhe i preferuari im nga të mit. Është punuar për këtë projekt për një periudhë 6 mujore, mund të them, që nga janar me fillimin e këngës, sepse çdo gjë u bë posaçërisht për mua, pra nuk është se kishte një demo gati dhe e transformuam. Pati ti ndonjë ide tek producentët apo ju lënë dorë komplet atyre? Producentët që kisha zgjedhur ishin shumë talentuar, po sigurisht e kisha në mendjen time saktësisht të përcaktuar këngën si e doja. Sigurisht ata panë rol shumë të rëndësishëm në këngë. Cilat ishin kërkesat më të mëdha që i bëre? Po kërkesat më të mëdha doja, është kënga ime e parë që mund ta konsideroj si komerciale, nisur që nga titulli Jepetash. Doja që këtë verë ndryshe të vija me një stil më adoleshent, pra më e rritur, kënga doja të ishte shumë ritmike, sepse për mendimin tim vera pa ritëm nuk ka kuptim. Dhe kërkesa tjera që shpresoj që publiku t'i vëre gjatë transmetimit të klipit. Okej, kënga titullohet? Jepetash. Jepetash, okej. Hajde, Ariana, jepetash klipin e Encës edhe pastaj të rikthehemi sërish në studio të flasim dhe të komentojmë për klipin. Enca, përgëzime. Faleminderit. Shumë klipin e zgjidhshëm. Tamam ritmik, mire pas ke këtu. Faleminderit. Ishte një punë e gjatë dhe një mendim i thellë, kështu që shpresoj të jetë realizuar sa më mirë. Si të duk tash jenë transmetim kështu në televizion? Ishte emocion, se duke qenë se ishte era parë që transmetoj në një emision për promovimin e klipit, ishte emocion. Ke komplimente nga kamermanet, ke bënë klipi shumë. Dukeshe shumë bukur me luke të ndryshme, jo flok të kuqe, jo ceca, jo... Kishe sjell një encë tjetër. Po, ishte një ide që në këtë klip të vija jo vetëm ndryshe nga herët e tjera siç janë paraqitur, po edhe brenda klipit të ketë disa enca të ndryshme, disa alter ego le t'i quajmë, edhe
Ishte një ide që më duk shumë e lezetshme dhe veçantë për të përdorur. A më ngjyrën e flokëve mos e ndra? Nuk do ta ndroj, kam përgabim që e kam lyer disa herë, por tani nuk e lyej më. Tash e ke shumë mirë. Për ndryshe më intereson këtë Enca, kush ta hurja? Vazhdimisht po friksona mos po ngatroj. Jo, nuk është as Ecna, as Enka, është Enca, Enca. Në fakt Enca është emri im i shkurtër, por që prej vitesh më thrasin gjithë Enca, sepse emri im i gjatë është Ruenca. 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 Po mbaj mend që kur isha e vogël, kur bëja shok të rinj ose më pyeste dikur si e ke emrin, dhe i thosh emrin tim gjatë nuk më mbarin asnjëherë mend. Kështu që u detyrova, okay, lër, Enca. Edhe unë po e lëvoj me kaq, me Enca. Mund të më trasësh dhe gjatë. Okej, si duket i ke hy me vrull edhe nuk besoj se të dalësh nga muzika. Ke shumë për të dhënë. Çka presim prej Encës? A do të fillosh në përgatitje ndonjë albumi, ndonjë këngë, ndonjë pjesëmarrje në festivale? Unë sapo kam dalë nga një pjesëmarrje në një festival, Ato Festi, kur isha me një këngë, unë e quaj 180 gradë ndryshe nga kjo, sepse ishte një balad pop, ku paraqitesha me look edhe me një imazh shumë serioz, të pjekur, romantik, ndërsa kësaj here jo dola nga vetja, më saktë dola në vete, sepse e gjej shumë veten te ky klip, sinqerisht. Planet më të afërme, përveç koncerteve dhe eventeve në të cilat do të marr pjesë kohët e fundit, janë një klip i ri tjetër po në këtë verë, i cili do të jetë i zhanrit, kënga do të jetë zhanrit dance latin, do të jetë diçka sërish ndryshe nga çka kam bërë deri tani, do të jetë bashkëpunim me një djalë. Pas kësaj Këngëtar? Po, është këngëtar. Është këngëtar i ri në fakt, por shumë i talentuar. Kënga do të shoqërohet me një klip, pastaj është dhe një klip tjetër. Klipet shumë. Pastaj një klip tjetër. Jo, ideja është që këtë vit kam disa projekte tjera dhe disa prej tyre ende mezi pres, sepse do të jenë vërtet shumë të mëdha, bashkëpunime me njerëz të njohur, gjëra të veçanta, kështu që stay tuned. Po sa i përket albumeve, çfarë mendimi ka Enca? Albumet janë një mënyrë shumë e mirë për të përmbledhur materialet e tua, këngët e tua të një periudhe të caktuar të karrierës tënde, kështu që pse jo mbas pak kohësh mund të lançoj edhe një album. Okej, tregove që ke angazhime, koncerte, gjithashtu do të angazhohesh edhe për punët e klipeve të reja, më saktë. Klipeve të reja. Po sa i përket pushimeve, a do të pushoj Enca këtë verë? Është sinqerisht vera e parë që unë nuk e kam menduar ndonjëherë për pushimet, se gjëja e parë që mendoj sapo fillon del dielli është ku do i kalojmë pushimet të vit. Po këtë vit kam qenë kaq e angazhuar dhe akoma më kanë ngelur edhe 2 provimet maturës për të thënë që si kam dhënë ende. Kështu që kam kaq shumë punë sa nuk kam menduar për verën. Megjithatë kam shumë nevojë për pushim, kështu që sapo të mbaroj dhe me promovimin e klipit do të sigurohem ti kushtoj vetes sa ditë të mira pushimi. Okej. Pas provimit maturës, ku do të vazhdoj studimet? Enca ka vendosur? E kam një mendim dhe besoj që kështu do të jetë. Siç e thash, do të jetë një fushë që unë e shoh të lidhur me muzikën dhe në të ardhmen, është për PR, marrëdhënie me publikun dhe marketing. Okej, turoj suksese. Përndryshe, ne po vim deri minutave të fundit të kësaj bisede që kishim menduar. Për juve ishte edhe ti e këndshme, kështu që po turoj suksese, ke diçka për fund me shtu përgjith publikun kosovar. Për publikun kosovar, okej, duhet të mendoja diçka më të veçantë akoma, sepse do ishte hera e parë që ta thoja, megjithatë ju falenderoj shumë nga zemra për mbështetjen, sepse deri më tani pavarësisht se është veç fillimi për mua, kam marrë një mbështetje shumë të madhe nga ju dhe shpresoj që vazhdoni të më përkraheni edhe të mos u zgënjeni asnjëherë dhe me gjërat që po sjell në vijim. Ato klipet e shumta i presim sërish në këtë studio. Faleminderit edhe një herë, sukses. Faleminderit juve.